Në shëtitorën përpara shtëpisë së Kongresit në qytetin e Lushnjës, Partia Socialiste organizoi një takim festiv me qytetarë, simpatizantë dhe anëtarë të saj për të përkujtuar 35 vjetorin e themelimit. Ky përvjetor solli së bashku breza të tërë socialistësh, të cilët ndan kujtime sakrificat dhe sukseset e një rrugëtimi 35 vjeçar që nga ditët e para të krijimit të forcës politike deri në ditët e sotme. Në ngjyra simbolike të kuqe dhe në një atmosferë festive të pranishmit kujtuan etapat më të rëndësishme të historisë së Partisë Socialiste. Shumë prej tyre që dikur ishin të rinj në fillesat e saj, sot me përvojën e viteve mbi supe, rrëfenin me emocion në rrugtimin e tyre politik, nga një përvjetor në tjetrin duke parë një familje politike që është rritur dhe forcuar ndër vite. Pjesë e këtij aktiviteti ishte drejtuesja politike e Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, deputetja Belinda Balluku, e shoqëruar nga ministri i Financave dhe deputeti Petrit Malej, deputetët e Lushnjës si dhe drejtues të institucioneve vendore. Mes së pranishmëve, spikaste edhe kryetaria e Bashkisë së Lushnjës, Eriselda Sefa. Fjalën përshëndetëse në emër të socialistëve mbajti drejtuesja politike e qarkut Fier Belinda Balluku, e cila falenderoi çdo socialist të rinj dhe të moshuar për kontributin e dhënë në familjen e madhe socialiste gjatë këtyre 35 viteve të rrugëtimit të përbashkët. Përshëndetje Lushnja dhe Divjaka, përshëndetje gjithëve që jeni këtu sot në këtë ditë shënuar për të festuar padyshim 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Pasi shumë mençur kryeministri Rama thotë që të gjithë ata që ndoshta sot janë 35 vjeç, nuk e mbajnë mend se si ka ecur kjo parti dhe ku ka kaluar, dhe vështirësitë të cilat na kanë bërë më të fortë, na kanë frymëzuar dhe na kanë ndërtuar themelet e një partie të madhe, e cila sot nuk është parti vetëm e socialistëve, por është parti e gjithë shqiptarëve. Nuk do dëshiroja t'u mbaja gjatë, pasi më e rëndësishme në një ditë si kjo është që ne t'i lëmë vendin pikërisht atyre për cilët jemi mbledhur, që janë themeluesit e Partisë Socialiste, kontributorët e Partisë Socialiste ndër vite. Më pas të pranishmit i përshëndeti deputetit e ministri i Financave Petrit Malej, i cili shprehu mirënjohjen për kontributin e çdo socialisti në këtë rrugtim 35 vjeçar. Ai theksoi se Partia Socialiste ka ndërtuar historinë e saj fal mbështetjes së anëtarëve dhe simpatizantëve, duke i cilësuar këtë përvjetor si një moment reflektimi, krenarie dhe përgjegjësie për të ardhmen. Të dashur shokë dhe shoqe, për mua në fakt është nder dhe privilegj që të jem sot përpara atyre të cilët për më shumë se 3 dekada kanë dhënë kontributin dhe sakrificat e tyre për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Në fakt, sot nuk jemi këtu vetëm për të festuar, po ky është edhe një moment për të reflektuar, është një moment mirënjohje për gjithë sakrificën dhe kontributin tuaj në këtë rrugtim. Pa diskutim që ju jeni ata që keni mbajtur gjallë organizatat socialiste, pa diskutim që ju jeni ata që jeni përballur me vështirësitë më të mëdha dhe betejat më të mëdha politike. Edhe kryebashkiakja Sefa përshëndeti mes certifikimit të gjithë socialistët pjesë të rrugtimit në këtë parti. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt jam shumë emocionuar, shumë faleminderit dhe patjetër që ashtu si dhe paraforcit kjo medalje i takon çdo socialisti. Rrugtimi im në Partinë Socialiste ka qenë një moshë shumë të hershme dhe patjetër që dua të falenderoj të gjithë ata socialistë që më kanë mbështetur dhe më kanë bërë që unë të ndihem mirë në këtë familje të madhe dhe patjetër të më mbështesin në gjithë rrugtimin tim politik. Shumë mirënjohje të gjithë socialistëve të cilët kanë shpenzuar çdo orë të tyre për kontributin ndaj kësaj force politike, por patjetër që janë përballur me çdo sfidë dhe nuk kanë lëkundur asnjëherë dhe kanë vazhduar. Shumë mirënjohje të gjithëve dhe gëzuar Partia Socialiste dhe Galush. Më pas në shenjë vlerësimi dhe mirënjohjeja u shpërndan 35 certifikata nderi për personalitetet e antarë që kanë dhënë kontribut të veçantë në rrugtimin e Partisë Socialiste që prej ditës së themelimit të saj. Në përfundim të aktivitetit, në ndritën e fishek zjarreve dhe në një atmosferë festive u pre torta e 35 vjetorit. Të gjithë të pranishmit, mes urimeve dhe emocioneve, ngritën gotat për të festuar këtë përvjetor të rëndësishëm, duke uruar Partinë Socialiste për 35 vite histori, sfida dhe suksese në rrugtimin e saj politik.